Dje në ora 13 në një objekt hotelerik në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë arrestuar personin SJ, 53 vjeçar nga fshati Sedllarës e Tetovës, i cili në bazë të aktvendimit gjyqësor ishte kërkuar për vuajtje të dënimit me burg. Ai është transferuar në institucionin korrektues penal Burgun e Tetovës për vuajtje të dënimit. Mbrëm në ora 20:35 në një rrugë lokale në fshatin Bogovin të Tetovës, zyrtar policor nga stacioni policor në Kamjan kanë privuar nga liria personin FA, 19 vjeçar, nga fshati Bogovin për shkak se i është gjetur dhe konfiskuar marihuan. Ai është duke u mbajtur në komisariat dhe pas dokumentimit të rastit do të përpilohet para shtresë përkatëse. Dje në ora 13:20 në stacionin policor Tetov, një 20 vjeçar nga një fshat i Tetovës ka raportuar se një ditë më parë ishte sulmuar fizikisht nga bashkëshorti i saj, SJ, nga një fshat i Gostivarit, me të cilin nuk ishin të kurorzuar. Sipas raportit, ai shpesh e detyronte atë të kërkonte prindve të saj para dhe gjithashtu kishte marrë disa kredi të shpejta në emër të saj, po merren masa për zbardhjen e rastit. Mbrëm në ora 20:20 në stacionin policor Tetov, DN, 21 vjeç nga një fshat i Tetovës, ka raportuar se është sulmuar fizikisht nga ish i dashuri i saj, GS, nga një fshat tjetër i Tetovës, po merren masa për zbardhjen e rastit.